Tani duke qenë se këtu të liçeni çdo 10 hapa shoh vetëm gjyshër me fëmijë të vegjël dhe është një vap dhe torturohen shkretët nga 60+ vjeç me shty karrocën e kalamajve tuaj me mos me aprish tekave dhe kapriçove të kalamajve tuaj. A ka mundësi mos ja lini kalamajt prindërve se u anxit jetën edhe i morët dhe ato pak vite që u kanë ngelur për t'jetuar, sepse kanë vujt me prindërit e tyre, me familjen e tyre, të gjithë të varfër, të gjithë pasin dhe mundësie, pjesa dormuese, u ka dalë shpirtit ju rrisi ju, tash duhet për u majt dhe kalamajt. Mbajeni vetë kalamajt, çojini qertën apo në shkolla, ose mos bëni kalamajt. E gjithë jeta e njeriu ndahet në 2 pjesë. Sidoqoftë, cila do qoftë jeta e një njeriu, ndahet vetëm në 2. Vitet që lufton edhe përpiqesh, dhe pastaj janë vitet që ti korr edhe merr frytet e gjithë shkaje për cilën je përpjekur dhe ke luftuar. Dhe nuk mund të jetë pjesa e dytë e jetës tënde vazhdimi i shërbimit të tjerëve. Ti shërbesh kalamajve, ti shërbesh nipërve dhe mbesave. Vitet e pensionit, vitet e pas 55-ës, 60-ës, janë vite që njeriu duhet t'i ketë ekskluzivisht vetëm për veten e vet. Të shijojë ato që për cilën ka luftuar gjithë jetën. Dhe ju i detyroni të durojnë quravecat që ne sillim në jetë. Ti mbajnë aty, ti mbajnë peng deri në fund prindërit që mos vdesin pa u dalë shpirti. Është të tmerrshme. Tani, ju dua fort, po mos na çani shumë kokën me këtë muhabetin e si thua ti, mos bëni kalamaj. Të keqen, se gjithë i dum kalamaj tan, dakor? Vdesin për kalamajt, janë bekim kalamajt, e dim. Okej? Nuk është lajm i ri. Po ti lesh kalamajt e 2025-s, si durojmë dot ne. Edhe ndonjëherë nuk japim dot ne vetë drejtim. Aq të frikshëm janë, aq të zhvilluar, edhe të iluminuar, dhe të çliruar qysh në veçli janë. Imagjino sa mund t'ja dalin dhe sa kosto mendore është për gjyshërit që janë komplet brez tjetër, me cilët dhe ne vetë kemi kontradikta për çështje brezi, se jemi është ndarë gjëja në 90-ën. Ka ndryshu komplet çdo gjë nga ana sociale, nga mënyra se si konceptohen gjërat e tjera. Por kjo s'ka ndryshuar. Vazhdojmë me traditën e mbajmë prindin peng, brez pas brezi. Dakor?